Të dashur shqiptar, më në fund është zgjidhur enigma e emrit të albanëve dhe kryeqytetit të tyre Albanopolis. Sipas burimeve të Bizantit, përfundimisht, emri i albanëve vjen nga trojanët. Quheshin Alba, njerëz të tokës së bardhë. Liçeni i bardhë, vendi ku ishte një përmendore, ku flijoheshin kafshë me njollë të bardhë. Ishin kafshë të veçanta. Lopë me njollë të bardhë në ballë. Dele të bardha. Pra, kafsha më e pastër e bardhë bëhej fli. Ka kuptimin e bardhë në gjuhën latine, në gjuhën kelte, në gjuhën gjermanike, por jo në gjuhën shqipe, dhe as në gjuhën greke. Tekstualisht thuhet kështu: Alba është një qytet i Italisë, të cilin e themeluan latinët nga Lavinium, që ishin trojan. Alba në gjuhën greke do të thotë e bardhë, por është marrë nga latinishtja. Zbërthehet albas, një lloj si fjala helene karax, me theksin në rrokin e parë. Kjo nuk ekziston në greqisht. Ekziston edhe një lum Alba që tani quhet Tiber, sepse mbreti Tiberius vdiq në lumin Alba. Quhet edhe Albe në dialektin atik. Shqiptohet Albi në greqishtën e sotme, është origjina e emrit Albi, që ne kujtojmë se është emër gjinisë mashkullore, por është emër përkëdhelës në gjininë femërore në greqisht. Por vjen nga Alba, në latinisht. Banori i qytetit Alba në Itali quhet Albanos, me theks në fund të rrokjes fundore, që në greqishtën e sotme është Alvanos dhe Arvanitas. Po ashtu edhe çamët quhen Alban dhe Arvanitas, dhe çamëria në fakt në dokumentet helene quhet Arbena. E përsëris, nuk ekziston emri çamëria në dokumentet e Bizantit. Arbena, ky është emri i vërtet i çamëve. Ekziston dhe vera albane, që është e ëmbël dhe e mirë. Përmendet dhe një vend Albanos, që në greqishtën e sotme është Alvanos, në Itali, ku bëheshin rite të shenjta, dhe një liçen Albanis, që në greqishtën e sotme është Alvanis. Ka dhe një qytet Albe në Kret, që shqiptohet Albi, me etnin Albaios, një lloj si Thebaios, që grekët sot i thonë Thiva. Mënyra se si është krijuar fjala Thiva dhe Thevaios në greqishtën e sotme ka qenë Albaios, etnia albanëve, një lloj si Thebaios. Merrni frymthell. Vërtet që këto emra kanë hyrë në greqisht, por kanë hyrë nga gjuha trojane. Themeluesit e Romës ishin hitit nga Troja. Për këtë arsye, gjuha hitite është kaq e ngjashme me gjuhën shqipe. Kjo është çmenduria më e madhe që ka ndodhur në historinë e gjuhësisë botërore. Ka qenë e fshehur, sepse grekët e kanë mbajtur të fshehur me shekuj, duke pretenduar që gjoja albanët vijnë nga Kaukazi, sepse këta alban kanë pushtuar të gjithë Europën qendrore, kështu thot Flavius, një autor hebre me emrin Josefus, që ka qenë rob i marrë nga Jeruzalemi, dhe thot, ilirët ishin populli më i madh i antikitetit, të shtrirë deri në Danub. Por në fakt,
janë shtrirë deri në Kaukaz. Ilirët kanë pushtuar të gjithë botën antike. Flisin një gjuhë të ngjashme indo-europiane me helenët. Helenët thonë që këta nuk janë grek, këta janë trojan nga Azia e vogël. Kanë krijuar Romën. Merrni frymthellë. Prandaj është gjuha shqipe kaq e ngjashme me latinishtën. Nuk janë huazime, janë fjalë të trashëguara. Është për të qartë. Ju faleminderit për vëmendjen. Dhe tashi e kuptuat përfundimisht që ne nuk jemi nga Kaukazi. Perandoria trojane është shtrirë deri në Kaukaz. Flisin gjuhë të ngjashme indo-europiane me helenishten dhe emrat në ilirisht kanë patur të njëjtat mbaresa si në helenisht. Pra gjuha greke i ka ruajtur mbaresat iliro-helene, indo-europiane. Dhe grekët këtë nuk e kuptojnë. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor, por ky është filmi më tronditës që do bëhet ndonjëherë për shqiptarët dhe gjuhën shqipe.